Pas ditëve me diell e temperatura të acarta në ndërrimin e viteve, vendi është pushtuar nga rreshjet. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se gjatë natës rreshjet e Dëborës kanë pushuar dhe temperaturat kanë pësuar rritje. Grupet e punës me mjetet borpastruese kanë qenë në terren përgjatë gjithë natës për pastrimin e rrugëve nga rënja e gurëve apo të inerteve dhe për shpërndarjen e kripës në zonat malore për të shmangur ngricat në akset rrugore ku ka pasur nevojë. Në qarkun Shkodër, borpastruesit kanë qenë gjatë gjithë natës në punë për mbajtjen e hapur të aksit qaftore theth, ndërsa në Malsi të Madhe, 3 borpastruese ndodhen në aksin Tamar-Vermosh, ku ka vende me ngrica dhe po bëhet kriposja si dhe mirëmbajtja për të vijuar qarkullimin. Pavarësisht vështirësive, qarkullimi po vijon normalisht në të gjitha akset kombëtare rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar u bën apel drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes, të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir kur udhëtojnë për në zonat malore me prezencë dëbore.